Lezhë i bëri omazh heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu në 550 vjetorin e vdekjes së tij. Ceremonia u zhvillua në vendvarrimin e heroit, ku u vendosi kurora me lule nga përfaqësues të pushtetit lokal, institucione shtetërore dhe klerit, të cilët së bashku me qytetarë të shumtë nderuan veprën dhe figurën e prisë të kombit shqiptar. 17 janari konsiderohet një ditë zije për kombin shqiptar. Gjatë fjalës përshëndetëse drejtues vendor dhe përfaqësues të klerit theksuan rëndësinë që mesazhi dhe amaneti i Gjergj Kastriotit të përcjell brez pas brezi, duke vijuar përpjekjet për mbrojtjen e vlerave kombëtare dhe identitetin shqiptar. Kronika të referencën në çastet e fundit përpara se të jep të shpirt, Gjergj Kastrioti Skënderbeu shtrëngoi edhe një herë shpatën e vet, puthi flamurin e tij rrezatues, duke shqiptuar këto fjalë, për fjalët e fundit. Lam të mirë arbëri, Zoti ju kujdes për ty, ashtu si për shpirtin tim. Në vitin 1921, Jacques Bocart shkruan se pikërisht në Lezhë, në këtë kështjell të vjetër, ky ka qenë historian francez që ka vizituar Lezhën personalisht, aktualisht rënuar dhe me pamje tragjike, se kështu e jepte përshtypjen atij, duke lidhur me ngjarjen e vdekjes kryeheroit, vdiq ky luftëtar i madh, i cili në mbar Europën bëri të famshëm emrin e shqiptarit dhe për më shumë se 20 vjet, një sundimtar i vogël, pa mbështetje dhe pa mik të sinqert, dhe se ngjallte frikë dhe të alatet e tij, bëri që ushtritë e fitimtarit të Europës, pas Sultan Mehmeti II Fati, të tërhiqen përballë tij. Lezhë është vendi ku shënua bashkimi shqiptarëve dhe ku prehet përjetësisht vepra e heroit ton kombëtar. Këtu kujtesa nuk është vetëm histori, por amanet. Amanet për unitet, liri dhe dinjitet kombëtar. Skënderbeu mbetet busulla morale e kombit shqiptar, shembull i sakrificës dhe i qëndresës. Vërtet kjo është një ditë zije, por njëkohësisht është një ditë krenarie, ku të gjithë shqiptarët anë mban globit, edhe jashtë trojeve tona, përulen me respekt të thellë para figurës së Gjergj Kastriotit Skënderbeut, i cili pas kthimit nga marrja peng në oborrin osman, bashkoi gjithë principatat arabnore dhe për më shumë se 2 dekada u bëri ballë të gjitha sulmeve nga një prej perëndorive më të forta të atyre kohëve. Edhe sot sa jam qenë në Adje, kam menuar meshën për shpirtin e tij, si kryetrim që na fton, sepse 3 Gjergja i kam për zemër fort. Shën Gjergjin, Gjergj Kastriotin edhe Atë Gjergj Fishtën. Këta janë frymëzim për mua. Gjergj Kastrioti frymëzon në zemër teme, po edhe tjerëvet, besoj që i bashkëdojmë lirinë, besimin, bashkimin. Pra këto janë vlera cilat duhet t'i çojnë përpara, ai ka lënë amanet dhe ne duhet që t'ja ulëm amanet brezave të ardhshëm. Në kuadër të homazheve për 17 janarin 1468, datën e ndarjes nga jetë heroit kombëtar, u zhvillua edhe një koncert përkujtimor me pjesëmarrjen e artistëve kombëtar, aktiviteti i solli pjesë lirike dhe momente reflektimi, duke rikujtuar dhimbjen dhe humbjen e madhe që përjetoi populli shqiptar pas kalimit në amshim të Gjergj Kastriotit Skënderbeut.